ChatGPT zhduket dhe I lë përdoruesit në mëshirë të fatit. Lajm I keq edhe për shqiptarët. Një lajm I keq për të gjithë përdoruesit dhe fansat e ChatGPT. Sipas mediave të huaja, platforma online nuk po funksionon në mbar botën, teksa duket se po përballet me probleme teknike. Inteligjenca artificiale ka fituar popularitet në fuqinë punëtore, duke ndihmuar punonjësit të hartojnë emailin perfekt, të kërkojnë informacion dhe të ofrojnë mbështetje për klientët. Studentët gjithashtu kanë mbetur në errësirë, ndërsa shfrytëzojnë inteligjencën për të dhënë provime dhe për të hartuar raporte. Down Detector, një faqe interneti që monitoron ndërprerjet në internet, tregon se problemet me ChatGPT të OpenAI filluan në orët e para të mëngjesit. Ende nuk dihet sa mund të zgjasë kjo ndërprerje, teksa ende nuk ka një reagim zyrtar nga përfaqësuesit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.